Tualeti konsiderohet një nga ambientet me përqëndrimin më të lartë të mikrobeve në shtëpi. Jo vetëm tualeti vet, por edhe disa objekte që preken çdo ditë mund të jenë burim bakteresh. Furça e tualetit, doreza e derës, rubineti, butoni i shkarkimit dhe mbajtësja e letrës higjienike janë ndër sipërfaqet më të ndotura. Edhe telefoni celular, kur merret me vete në tualet, mund të mbledh mikrobe dhe t'i përhap më pas në duar dhe fytyrë. Ekspertët këshillojnë pastrim të rregullt, dezinfektim të sipërfaqeve dhe larje të duarve për të shmangur përhapjen e baktereve. Të gjitha zonjat që po na ndjekin janë të kurcuar një zëri me insertin, një insert i cili na tregonte me saktësi dhe me kujdes se çfarë duhet pastruar më së tepërti në tualetin ton. Në fakt është një hapësirë e cila pastrohet nga kushdo që kujdeset për higjienën e shtëpisë çdo ditë pa diskutim. Por mund të ketë hapësirat të cilat ne nuk na shkon asnjëherë në mendje, të cilat janë hapësirat më të ndotura dhe aty kujdesi duhet edhe më i madh. Duke qenë se mi i brez si teknologjia nuk na ndahet, ne edhe në tualet kemi filluar shkojmë me telefon, kujdes të kemi edhe me këtë të fundit. Diskutimin në studio dhe këshillat i marrim gjithmonë nga profesionistët, jemi me zotin Artan Trebicka, pedagog i biokemisë, është ne kemi sërish së bashku dhe Trebicka. Për të folur për një temë të thjeshtë duke, publiku do thotë po ne disa këshilla i kemi marrë dhe këto e bëjmë më së miri pastrimit e tualetit, ose japim edhe ne disa këshilla këtu nuk bëjmë keq. Tash më mirë të kesh sa më shumë këshilla që të mbrohesh sa më mirë nga më mirë të dish se sa të kesh. Do ta nis me një pyetje që në fakt lidhet me përvojën që zonjat kanë në pastrimin e tualetit. A dimë ne ta pastrojmë siç duhet tualetin? Po. Tash kjo varet nga personat, po mbase edhe nuk dim të i pastrojmë mirë, përpara se ta pastrojmë do dim çfarë rrezikesh kemi. Dhe ku janë rreziqet. Se tualeti ose banja që e themi në shqip ka dy kushte optimale për zhvillimin e mikroorganizmave. Qofshin këta baktere, qofshin edhe myqet ndryshme. Pra lagështin dhe temperaturën e përshtatshme. Të janë dy mjediset ku vërtet kemi një përdhimtarit të lartë bakteresh të llojeve nga më të ndryshme, nga cilat mund të jenë dhe shumë patogjene, por dhe myqet të ndryshme të cilat mund të na infektojnë lëkurën apo thonjt apo pjesë të tjera të trupit. Dhe mund të gjejmë aty se ne mendojmë që janë vetëm në WC, por në fakt mund të gjejmë në anët e vaskës, mund të gjejmë aty ku vendosim furçën e dhëmbëve, ajo gota, ku në fund krijohet një stres e lëngshme që është tamam e përshtatshme për zhvillimin e të gjithë baktereve, anës rubinetave, ku formohet edhe ajo që quajmë kalkaru ose kalcium, edhe pikërisht aty është një zonë shumë e pasur edhe me lagështirë, po edhe me gjithë mundësitë për të zhvilluar bakteret. Pra ka shumë zona të banjës ku mund të zhvillohen baktere dhe myqe të ndryshme, përveç WC-s që sigurisht është edhe mbase më e rrezikshme sepse kemi të gjithë edhe ku shkojnë dhe gjithë të bakteret fekale, të cilat janë dhe shumë të rrezikshme për mjedisin. Pra banja është një vend, po themi, ku lulëzojnë bakteret dhe myqet. Prandaj duhet patur shumë kujdes, jo vetëm për t'u larë, se ndonjëherë larja nuk e pastron, por dhe për t'u disinfektuar. Pra disinfektimi i gjithë mjediseve të banjës pas larjes. Profesor, megjithëse përmendët pak më herët WC-n dhe sigurisht dhe kjo e fundit në momentin që ne frekuentojmë tualetin për nevojat personale, edhe aty në atë ajrin e WC-s ka edhe reakcione biokimike. Cila është forma dur për shkarkimin e WC-s? Çfarë duhet të dimë? Atëherë, për sa i përket shkarkimit të WC-s, e parë herë duhet kemi dy kujdese. Për shëndetin ton, por edhe për atë që WC-ja çon në ujrat, të cilat derdhen pastaj në mëlumej edhe në det. Pra, nga njëra anë shëndeti, nga një anë mjedisi. Të dyja këto të janë kujdesme. E rëndësishme është që WC-ja së parë herë të lahet ujë të rrihet nga të gjitha anët, në mënyrë që të lahet të gjitha, se shpesh herë uji shkon vetëm në pjesën e poshtme, por ndërkohë që ne jemi në banjo, spërkat shkojnë në të gjithë WC-n. Dhe në qoftë se uji nuk shkon në të gjithë WC-n, atëherë pjesa që nuk lagët nga uji ngret me ngarkesë bakteriale, janë gjitha baktere fekale që mund të jenë shumë të rrezikshme për njeriu dhe aty gjejnë një mjedis shumë përshtatshëm për tu shumuar. Dhe mund të shkojë një fëmijë se
pa dashur, të vëj dorën aty, ta fusin gojë dhe merë sëmundi, fëmija nuk i llogarit gjërat. Sigurisht, nuk ka rritur i dim, po shkon pa dashje dhe merë infeksionet të cilat vërtet mund të të Kapaku i hapur, i mbyllur? Atëherë, kapaku duhet të ri gjithmonë i mbyllur kur edhi muj, në mënyrë që spërklat mos na dalin jashtë. Pra kapaku është gjithmonë i mbyllur. Se për ndryshe, njërë qofse spërklat dalin jashtë, atëherë ndotet edhe mjedisi përreth VC-s dhe si pasojë është me lehtë pësa, jo vetëm me duar, po dhe me këmbë, se ne eci me këmbë aty të shpërndajmë në gjithë shtëpinë, në gjithë ngarkesë bakteriale. Pra gjithmonë duhet kapaku i mbyllur e pastaj të dhe të ujë. Profesor, fëmijët e të rritur kanë një zakon të gabuar që marrin edhe telefonin kur shkojnë në tualet. Çfarë sjell kjo? Atëherë, para herë që telefoni mbase është një nga mjediset më të ndotura vetë. Sepse ne me duar kapin çdo lloj gjëje dhe të gjitha i çojmë telefon. Madje më i ndotur sa VC-ja ndoshta. Po, pra telefoni vetë është shumë i ndotur. Aq më tepër pastaj në tualet marrim bakteret e tualetit apo myqet e tualetit dhe vendosin telefon. Dhe mundësia për të kontaminuar vetë rritet akoma më shumë. Por dhe të tjerët, sepse duke i marrë me vete, me anë të telefonit, dikush kap telefonin tonë, duar tona, e kështu me radhë, kjo e bën akoma më të rrezikshme. Ajo që duhet patur kujdes me që folëm për duart, është që sa herë që shkojmë në banjo, gjithmonë duhet i lajmë duart. Pra, kur dalim nga banja, duart janë patjetër të klara, që mos kemi marrë asnjë ngarkesë bakteriale apo myqesh, mbasi dalim nga banja për të çuar në mjedise tjera, që mund na rrezikojë vetëm ne, por edhe gjithë ata që jetojnë bashkë me ne. Profesor, çfarë nuk duhet të lëmë në tualet kategorikisht? Çfarë nuk duhet të lëmë? Jo e madhe. Kjo është e vështirë të thuhet, çfarë nuk duhet të lëmë në tualet parciale. Atëherë, ajo që duhet patur kujdes. Sepse ne lëmë aty dhe peshqirët e dushit. Pra, edhe peshqirët duhet ndryshuar vazhdimisht, sepse edhe peshqiri, përveç vetë strukturës që ka, duke qenë i lagur dhe në kushte ngrohtësi aty, ka dhe pjesë organike që ne i marrim nga lëkura që fshihemi e tjera. Është tamam një mjedis ku bakteret mund të zhvillohen jashtëzakonisht shumë. Dhe nuk e di e ke vënë re apo jo, shpesh herë ka peshqirë që mbajnë një aromë si lagështirë e tjera. Në fakt kjo vjen pikërisht nga fakti se duke lënë ashtu me lagështirë aty mbushen me baktere. Dhe këto baktere bëjnë që të ketë atë aromë. Pra ato patjetër duhet që të disinfektohen përpara. Pra mirë është ndonjëherë t'i lash dhe me kandexhin të olluar, sepse kandexhin ato duke qenë pa ngjyrë, nuk është se duhet i zbardhë e tjera, në mënyrë që të disinfektojnë plotësisht, se ndonjëherë dhe larja vetë nuk mjafton për t'i disinfektuar. Pra andaj duhet patur shumë kujdes, peshqirët duhet mbajtur të hapur mbasi lahesh, në mënyrë që ata të thahen, mos kenë pra lagështirë, edhe në këtë mënyrë të mos jepet mundësi baktereve që të shumohen në kushtet lagështirës dhe të nxehtësisë. Dhe duhet larë herë mbas here, pra vetë banja duhet larë çdo javë. Mirë është të lahet komplet çdo javë. Dhe mbas larjes të disinfektohet. Disinfektimi është i lehtë, mjafton ta bësh me kandexhin. Bires këshillohet që edhe tubave të shkarkimit të ujit, lavamanëve të tjera, një herë në javë ti hedhësh kandexhin të olluar, sepse edhe tubi brenda ka ngarkesë bakteriale që më pas mund të vijë sipër. Dhe në këtë mënyrë ti duke bërë me kandexhin, je i sigurt që masa bakteriale pra është disinfektuar dhe nuk ka më ngarkesë bakteriale. Profesor, në ndërtimet e reja, ajo çfarë ka ndodhur është që jo çdo tualet ka një dritare. Aerosja mungon, edhe tharja, edhe pasi bëhet gjithlarja, është shumë herë më vështirë për të. Të kisha ndërmend ta thosha vetë, po ma more nga mendja. Çfarë duhet të bëjmë? Në fakt, si rregull, çdo banjë duhet të ketë dritar. Pra kjo është gjëja më e mirë që mund ndodhi. Dritare nuk shërben vetëm për ajrisje, që sigurisht është e domosdoshme. Po dritarja sjell dhe rrezet e diellit. Një mënyrë për të luftuar bakteret është që dielli, pse rrezatimi diellor ka rrezatim ultraviolet. Dhe rrezatimi ultraviolet i vret bakteret. Në kushtet që nuk kemi dritare, është e domosdoshme njëherë që ta ajrisim sidoqoftë, sepse heqim lagështirën e tepërt, pavarësisht se kjo është një ajrisje që bën zhurmë me tjerë me radhë, dhe përsëri aty ku kemi impjantin e ventilimit, kemi një ngarkesë gjithashtu të madhe bakteriale. Dhe
është e vështirë që ne atë impjant ventilimi, për ku ndodhe gjithë procesi thithjes, ta pastrojmë. Po ta vini re në të gjithë banjët që kanë impjante ventilimi, aty ka një pa pastërti e tjera dhe sigurisht ngarkesa bakteriale aty është shumë e lartë. Dhe është dhe një vend që s'mund ta larë sepse është me rrjet elektrik dhe nga ana tjetër rrezikon që të pamundur që të pastrosh. Pra optimale është gjithmonë një banjo me dritare. Mirë. Folën për dritarën, flasni pak për derën. Dera tualetit, si duhet qëndroje? Hapur, gjysmë e hapur, e mbyllur totalisht? Unë e lë gjithmonë hapur kur nuk kam brenda. Pra, sepse në momentin që edhe unë e kam banjën pa dritare, fatkisisht, në momentin që nuk e dritare, të paktën e ajris me pjesën tjetër të shtëpisë, të cilën ti mund të ajrisësh me dritare. Për ndryshën, nëse ti e mban të mbyllur, ajo vazhdon të mban gjithë lëgështirën brenda dhe bëhet një akoma më e përshtatshme për rritjen pra e baktereve dhe myqeve. Dhe pas dushit, pas ati avulli që është prezent me njëherë që vjen rrjedhimisht nga uji i një temperature shumë të lartë, derën e tualetit pas dushit ta lëm të hapur që të ketë mundësi të ajroset dhe avulli të largohet? Unë thash e hap për veten time, birës kur ka mundësi dhe s'ka të tjerë në shtëpi lahem me derë hapur banja, në mënyrë që banja të jetë ajrosur dhe gjatë larjes, po pastaj varet nga kushtet që kanë njerëzit dhe shtëpisë të tjera, nëse mund të hapin, mund mos të hapin. Jemi këtu për dhënë disa këshilla si t'ua bëjmë jetën më cilësore. Më mirë është ta ajrisësh, që mos ketë ngarkesë lagështire dhe temperaturë, se këto janë dy gjërat optimale për rritjen e mikroorganizmave. Profesor, furçat e dhëmbëve që janë gjithkohës të vendosura aty, mos vallë ato kapakët të cilët ne i përdorim sa herë që marrim në udhtim duhet të jenë gjithmonë të vendosur, apo mund t'i lëmë ashtu siç kemi bërë deri tani, nuk rrezikojmë për sa kohë ndrojmë furçën? Atëherë, kur ndrojmë furçën, mirë është ndrojmë edhe kapakun. E drejtë, po. Pra mos mbash kapakun e vjetër te furça. Urojmë shumë ta bëjnë sikuesin që kërtojmë furçën. Edhe ka pak. Po, profesor. Sigurisht që mirë është i kemi furçat me kapak, pa tjetër, se ka që i mbajtë pa kapak edhe kur udhtojnë, sepse... E mbështjellë me i letër higjienike, me diçka. Ose mund t'i mbështjellësh, po si do qoftë kapaku i mbron më mirë mendoj unë. Dhe njerëzit duhet kuptojnë që edhe vetë furça e dhëmbëve është një mjedis që mund të ndotet nga bakteret. Se ne shpesher nuk japim rëndësi furçës dhëmbëve, por furça e dhëmbëve ka një material biologjik detyrimisht, sepse ne lajmë gojen, dhe duke lënë është gjithmonë me lagështirë dhe ajo, e lagur, kur e lëmë asje nuk e thajmë, dhe si pasojë dhe ajo vetë, mbadhet ngarkesë bakteriale. Mos harrojmë që shpesher njerëzit e përdorin gjatë furçën dhe ajo fijet e furçës çahen dhe këto mjedis janë akoma më përshtatshme për të zhvilluar baktere. Prandaj është mirë që furçat të ndrohen her mas here, mos mbajmë furça të vjetra bashkë me kafakun. Nuk harrojmë me kafakun tani. Dhe në këtë mënyrë pra ulim rrezikun e një ndotje bakteriale të mëtejshme të furçës. Mirë, përpara se të lajmë dhëmbët, me që jemi tek furça, e zavrojmë 2-3 pyetje që lidhen me këtë të fundit. Përpara se të lajmë dhëmbët, është mirë ta lagim furçën me një ujë të një temperature shumë të nxehtë? Në këtë formë mund të dezinfektojmë mikrobet, myqet, papastërti që janë në furçë? Po, si rregull, temperaturat e larta bëjnë që bakteret të vdesin. Pavarësisht se e përdorim vdesin vetëm për njerëzit. Të ngordhin. Të ngordhin, në fjalë mos jetojmë më. Dhe mirë është që qofse ke mundësi, ta trajtosh me ujë të nxehtë në fillimisht, pra që të ulësh maksimum ngarkesën bakteriale dhe pastaj ka që i lajnë dhe dhëmbët më ujë të ngrohtë. Nuk është se ka rregulla. Po, ajo është e dëmshme, mos ta provokoj. Ose më ujë të ftohtë si ta kenë. Por edhe ndrimi i temperaturave është shumë i rëndësishëm. Pra, nëse ti e bën përherë me ujë të ngrohtë dhe pastaj me ujë të ftohtë, direkt me ujë të ftohtë, atëherë dhe ngarkesa bakteriale ulet, sepse ka baktere që preferojnë të ftohtin, ka baktere që preferojnë të ngrohtin. Pra, për të luftuar të dyja, e trajton fillimisht me ujë të nxehtë, pra, dhe pastaj me ujë të ftohtë, duke i dhënë mundësi që të gjithë llojet baktereve të
ata eliminohen në mënyrë maksimale. Unë kam një pyetje të fundit që lidhet me koshtin e rrobave të palara. Edhe koshti i rrobave të palara është po në tualet. Duke qëndruar gjatë aty, mos vallën ne krijojmë tjetër vatër pa pastërtie? Edhe kjo është një problem tjetër. Rrobat e palare kanë një ngarkesë biologjike shumë të madhe, pra djersa, gjithë mbetjet, po themi, njerëzore që kemi ne shkojnë të rrobat e palare, po jo vetëm tonat, sepse me rrobat ne jemi në kontakt me gjithë mjedisin për rreth, pra edhe të njerëzve të tjerë, me mjedisin në punë, në shkollë dhe tjera, kështu ngarkesa bakteriale e rrobave është shumë e madhe, përveç mjedisit biologjik që vetë ne ja japim rrobave me djersën tonë, me gjithë meturinat tona, po themi, të trupit. Dhe duke i lënë aty për një kohë gjatë, ngarkesa bakteriale është shumë e madhe. Mirë është që pasaj çdo njeri si bën sipas mundësive veta. Ne në shtëpinë tonë çdo ditë lajm rroba. Patjetër, të gjithë ne. Dajmë gjyrat edhe. Nuk ngjelet shumë kohë që koshi të mbushet. Plot. Po, mbase të tjerët, për rrethanat të tjera i lënë dhe gjatë. Po ndonjëherë dhe kurse impresin që bëhen ato rrobat bashkë të njëjtës ngjyrë, një material. Po duhet patër kujdes, sidomos kur vën në kosh rroba që janë të njohur. Këto kanë rrezik më të madh. Për shembull, kur vë peshqire të tjera të lagur, atëherë mundësisht mos i vë një herë me rroba të tjera që të njohën dhe ato, dhe mundësisht sa më shpejt i lash, sepse duke ndonjëherë aty me lagështirë në mjedis të mbyllur, siç e tham dhe për në banjo, atëherë mundësia që të kemi një rritje të masës bakteriale, po dhe të myqeve të ndryshme, është shumë e madhe. Shtohet, patjetër. Pra, duhet patër kujdes, sidomos me ato që janë të përdora në banjo që janë lagur të tjerë me radhë. Mirë, profesor, faleminderit shumë për këshillat që na dhe për të bërë një jetë një më cilësore, që është rëndësishme, dhe se si të jemi më të kujdesshëm në ato ambient të shtëpisë që për hir të faleminderit ju që ma dhatë mundësi bakteret e që edhe njerëzve t'i kërkojnë kurse sa të mirë jetese në shtëpinë e tyre. Nga njëherë kemi nevojë për këshilla të këtilla dhe gjuhë shumë të thjeshtë që dhe shikuesit na kuptojnë. Po se kanë filluar edhe shikuesit të thonë që përse disa gjëra kaq të thjeshta që ne i di mirë, po vinë në vëmendjen e ekranit të vogël që është televizioni dhe mediat tradicionale, por ja që disa këshilla kanë përmirësuar. Janë shumë të rëndësishme. Tek ata që e kanë dashur dhe kanë kërkuar këtë informacion, kështu që na mirë kuptoni. Sigurisht, janë shumë të rëndësishme se janë të rëndësishme për një jetë sa më të shëndetshme. Kjo është gjë e parë që do të çdo njeri. Faleminderit, gjithmonë i mirëpritur. Publikut i themi që ndrojmë ne për të parë se çfarë do trajtojmë në këtë pjesë të fundit të mesdritës. Yoga. E zbuloi kolegja.